Me quetur si LDK-ja e përbashkuar para 7 qershorit, zotin. Po, kushtrim, une në fakt edhe pse isha për herën e parë në këtë rrugtim politik, ne nisem një parafushat përmes një iniciative të re që e quajtëm Hajde Folim, kështu që në përsheshe të qyteteve kryesore të Kosovës, bëm një diskutim me qytetarët përmes kësaj platforme dhe ishte si një lloj parafushate. Dhe në të parafushat, ne patëm rastin të diskutojmë me qytetarët. Për mua ishte hera e parë, por ajo që dëgjoj edhe në krahasim me zgjedhjet paraprake, qytetarët e kanë përqafuar këtë bashkim jashtëzakonisht shumë mes Vjosa Osmanit dhe LDK-s dhe një ekipi tjetër ekspertësh dhe profesionistësh që janë bashkuar në atë listë që përqafojnë idete djathta, kështu që ky përbashkimi i djathtë është prit shumë mirë tek qytetarët dhe unë kam qenë shumë i lumtur që diskutoj drejt për drejt me ta. Ajo që mësova gjatë këtij rrugtimi, që ishte hera e parë, është që shpesh ne bim prej e kësaj zhurmës digjitale, propagandës së përgjithshme të rrjeteve sociale, ndërkohë që hallet e qytetarëve janë komplet të tjera, nuk janë luftë personale karakteresh politike që në fakt janë bë bajat për një kohë të gjatë në politikë, ata kanë halle të përditshme.